Kur thua janë këto tema që përballemi çdo ditë dhe sa do pak mundohemi të informojmë qoftë të rinjt apo dhe moshat e tjera, pse jo? Është kjo arsyeja që si vjet na ushtua tek loja navigatore dhe planeti Portokalli? Po, gjithsesi. Mendoj kishim ide që të bëjmë një bashkëpunim me kemi një bashkëpunim çdo vit me Zyrën e Kombeve të Bashkuara dhe OSBE-n. Edhe këtë vit vendosëm që bashkëpunimin t'ia fusim lojës navigator, jo rastisht, duke e marrë parasysh popularitetin që kishte vjet. Besuam që me futjen e planetit Portokalli në vetë lojë do japim pak më shumë peshë temës 16 ditë aktivizëm. Jo çdo kush është i njoftuar me kampanjën, se me temën si temë gjithsesi, mirë, po me kampanjën 16 ditë aktivizëm është kampanjë ndërkombëtare e cila ka aktivitete në aspekt internacional dhe besuam që me futjen e planetit Portokalli në vetë lojë do të zgjerohet ai aspekti edukativ, sidomos me një temë mjaft e rëndësishme e cila është pabarazia gjinore dhe dhuna në bazë në baza gjinore. Në baza gjinore.